اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kush e thot këtë dua, këtë lutje, mbrëmje, duke qenë i bindur në të, dhe vdes po atë natë do t'jetë prej banorëve të xhenetit. Po ashtu edhe në mëngjes. Kështu na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. O Allah, ti e Zoti im, nuk ka të adhurum tjetër përveç teje, anta khalaqtani, ti më ke kriju. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dhe unë jam robi i ti. Do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd, mastata'tu, sa të kem mundësi. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Kërkoj mbrojtjen tënde nga keqja që e kam punu me pru. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Unë jam mirënjohës ndaj ni'meteve tua, i pranoj gjënatin mi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe i fal, pasi gjunahet nuk i fal. As kush tjetër përveç teje. Mos harro kush e thot këtë mbrëmje, duke qenë i bindur dhe vdes po atë natë do t'jetë prej banorëve të xhenetit. Po ashtu edhe kush e thot mëngjes.